Zoti Vangjeli, CIA në fakt nuk ka skenar optimiste dhe këtu do duhet të ndalonim. E para ata besojnë që mund të ndodhë që aparati i sigurisë aktuale të radikalizohet dhe formacionet aktuale të formësohen, praktikisht një lloj rezistence e dytë pas vdekjes së Khamenei dhe lidershipit aktual, dhe në rast të kundërt do ndodhte ajo që është objektivi parsor dhe deklaruar prekosh nga Shtetet e Bashkuara, që do të ishte ndryshimi dhe tranzicioni paçor i regjimit. Potencialisht, çfarë mund të ndodhë sipas jush në këto kushte? Unë kërkoj shumë ndjes, por unë nuk kam përgjigje për pyetjet që ju bëni, sepse për momentin askush nuk ka përgjigje. Ne thjesht mund të lexojmë dhe të transmetojmë atë çka lexojmë, por ka shumë kundërthënie, shumë debate, ka skenar optimist, ka skenar pesimist. Ajo çka mund t'ju them me siguri të plotë është që besoj se e kemi bashkëndar secili nga ne, është habia e madhe me të cilën dhe po ndiqet kjo situatë në Shqipëri. Nëse shikoni rrjetet sociale, komunikimet e gjithçka tjetër dhe mbi të gjitha, edhe ato pjesën e nëndeshme, le të themi, të komunikimit, komentet e njerëzve, duket sikur Shqipëria është direkt pale në këtë luftë, sikur teatri i luftimeve ndodhet diku në periferitë të Tiranës. Dhe papritur më ngjan që në këto 72 orët e fundit ne jemi gdhir pikërisht në epiqendër të luftës. Dhe Vangjeli, me qenë se ju natyrisht u zhvendosën në Shqipëri, unë po ja shtroj pyetjen kështu se ne nisëm diskutimin pa u hapur kamerat. Pse ka mbërritur ky alarm në Tiranë kryesisht? Sepse ky është sporti ynë popullor. Ne kemi shumë herë më të lehtë të zhndrohemi të gjithë në strateg për atë që ka ndodhë në mijëra kilometra larg, dhe sidomos lindja e mesme është një nga dobësitë tona të hershme. Zaten edhe ish diktatori ynë një sy e një vesh e kishte gjithmonë tek bota arabe, po ndoshta edhe për lehtësinë me të cilën ne kemi, që është për të folur më drejt për drejt dhe për të qenë më të interesuar për situatën në lindjen e mesme, fjala vjen, sesa për pensionet, sesa për investimet dhe subvencionet në bujqësi, investimet në infrastrukturë, shëndetësi, arsim, të diskutojmë për inflacionin. Kështu si që po ma përshkruani ju, tingëllon si një traumë post-diktatoriale, kësa dhe është e habitshme se si gëllon një specie e rez eksperti dhe strategu, kryesisht ata të cilët janë të fshehur në anonimat, se cili për tyre jep zgjidhjen e vetë. Shqipëria përfshihet në këtë gjë edhe për shkak të një psikoze të çuditshme të krijuar, sepse rreth 50 kilometra në distancë nga qendra e Tiranës është kampi i mujahedinëve, Ashraf 3, mos gaboj, janë disa mijë mujahedin, zyrtarisht askush nuk e di shifrën e saktë. Dhe zyrtarisht askush nuk ka transparencë për realitetin e brendshëm të Ashraf 3. Dhe sërish ka pasur një psikoz kolektive që Irani do të ketë hakmarrje ndaj Shqipërisë dhe kampi i mujahedinëve është një nga targetet e tyre legjitime. Këtu pastaj vijoj. Pastaj është një shqetësim i brendshëm zot Vangjeli dhe i pashmangshëm, nuk mund tregojmë indiferent. Mos po tregojmë indiferent. Vijon pastaj ndërtimi i një sër skenarësh nga ato apokaliptik, nga teoritë e konspiracionit, e deri tek fakti që nga një herë budallallëku është mbuloria më e mirë e asaj çka mund të ndodhë. Do të shkojmë pas pak, sepse ka pasur edhe një reagim formal nga Ashraf 3, sot që e konsideron vetëm propagandë mundësinë e një sulmi në Shqipëri. E vetmja gjë që mund t'ju them me siguri është që valët e luftës kanë ardhur në Shqipëri. Sot çmimi i naftës është rritur nga 4 deri në 5 lekë, gjithashtu edhe i benzinës. Dhe kjo është vala goditëse që kanë bërë. Dhe ta mendoni që vuajtja është më e madhe se ne taksohemi herë 7. Më fal. Çto këtu pastaj spekulantët, çto këtu hilet e zakonshme që bëjmë ne, edhe ja ku është kostoja që ne kemi filluar. Ne s'kemi lidhje me gjirin fare, pse nafta jonë nuk vjen nga nafta e gjirit. Të parapaguajmë për kostën, por nuk ka të bëjë shumë me të. Nuk ka të bëjë shumë me të. Pastaj kur mbaroi kjo që kishim, kjo naftë që kishim? Prandaj do të Se nuk është ul ndonjëherë. Ne kemi 7 taksa plus. Kështu që konkurrojmë të gjithë rajonin me çmimin e naftës. Kështu që ja ku e kemi përpara se të
shikojmë shpërthimin e raketave në televizion, ja ku e kemi se cili nga ne, qoftë në serbatorin e makinës sot, qoftë e çmimi domates nesër, në një spirale të çmendur në të cilën askush, as nuk di, as nuk mundet, dhe as nuk do që të ndërhy, për të në vendosur në këtë paqen tonë të vogël modeste që kësaj radhe falë Zotit në numëron një 2500-3000 kilometra larg teatrit luftimor. Evangjeli, me qënë se ju i konsideroni të largta raketat Iran-Shëba-Izrael, unë po ju them që ndoshta ky lloj inflacioni që ne ndjejmë dhe përjetojmë njërë në realitetet tona të prekshme, është lufta për cilën ne mund të flasim. A është inflacioni një lloj lufte? Po sa po ju a thash këtë gjë pranë? Ne jemi pale përfshirë atje, pasojat i kemi. Po, por inflacioni është derivati atyre raketave. Po këtë pra ju thash. Në mënyrë të drejtë për drejtë, kjo është pjesëmarrja jonë në këtë betejë. Kjo është luftë. Luftë praktikisht është në luftat më të mëdha, mas luftës së Rusisë kundër Ukrainës, kjo është ngjarja më e madhe e kohës që jetojmë, dhe që të ketë Shqipëria ka edhe përfshirjet që përmendet ti, pra ka arsye. Zogaj, do t'u akthej pas pak fjalën se kemi një interferencë audio edhe nuk shkoni si duhet te publiku. Do të shkoni pas pak te publiku se keni një interferencë me audio, kështu që po presi përgjigje nga zoti Sulo. A jemi në luftë dhe a jemi ne diku pjesë e këtij skenari, meqense ne u rikthyem alarmit ton për Shqipërinë, natyrisht shkuam drejt këtij debati. Në këtë që po ndodh, qoftë luftë apo një vijimësi e një skenari, ne rriskohemi sot, zoti Sulo? Kjo është pyetje për, domethënë, $1 milion në kuptimin që unë mendoj që jo, domethënë, Hanoi nga për madhësinë, rëndësinë, pozitën. Pra në makro, në global, mendoj që jo. Pastaj duke parë disa faktorë të tjerë, të cilat janë qenë në NATO. Kampi i Ashraf Trem, i Mujahidinëve, të cilët kanë qenë edhe, ne kemi qenë edhe objekt sulmi kibernetik nga Irani me hakerimet për kemi paguar koston e... Për hir të ekzistencës praktike të këtij kampi aty? Të kampit, të Mujahidinëve. 3. Kryeministri jonë mezi pret rastin që të shfaqet në këto përmasat e liderit botror që të vërë një gur të votë gëllë dhe a i të skakjera e madhe që thot jam gati, e kuptonin për të rënë sy, për të mbushur të shty ushtarin e vetë, të shty ushtarin e vetë, për të thënë Trumpit edhe Netanyahu që e bëra dhe unë tani për të mbyllur esapet e brëndshme. Imagjinojnë që sot ushtarët mezi po e shtynë fuqinë bërthamore. Që mos t'i bjem një qafë kotë në kuptim mos flasim kotë. E kishe si metafor këtë besoj. Këtë të shtyrën e ushtarit. Po prave, metafor pra e tha shkrimtari Zogaj së pari, për të shtyrë ushtarin e fundit, mund është gurin e fundit, pra mund të jetë në formën e një artikulli, mund të jetë formën e një deklarate, mund të thot të futen trupa toksore dhe Shqipëria do ndihmoj me ushtarët e vetë, me pjesën e vetë modeste. Me qënë se para pak ditësh komunikonte me Allgemeine Zeitung përmes Vučić dhe ti kishe një qëndrim përbashkët me Bashkimin Evropian. Që nuk i thuat politikisht korrekt, i gjithë do thonë, po, i takon, e kupton, por është si punë e kampit, që ne diskutojmë sot kampin, që ishte, sjellja e tyre ishte për të rritur bonuset e personalet të kryeministrave. Jo vetëm aq.